Mirëmbrëma miq të nderuar. Kur po e fal njeri akshamin edhe jacin me kohë, nata pidoket me e letë, po ka hapësirë me bo punë e me lexue edhe ma shumë. Po kur po mbetet, sidomos jacia si vonë, s'po falet me vakt, gjithmonë nën presion, edhe nata disit që rregullohet. Andaj ju porosis sidomos, ajo mirë krejt, po sidomos akshamin e jacin me e fal me vakt. Keni me pa se nata ju lehtësohet edhe ju duket ma e gjatë. Tema e santme është përpjekje për t'i dhënë përgjigje një pyetjeje shumë interesante. Në shikim të parë, ndoshta e pabesueshme se është e vërtet, por është e vërtet. Dhe do ta shihni në minutat në vazhdim. Por para se të hi atje, 1 minutë a 2, me që po flas për lindjen e mesme për Gazën, dua të ju bëj me dije një lajm të mirë se sot në mëngjes një zyrtar i lartë i OKB-s njoftoi se më shumë se 24.000 ton ndihma të OKB-s kanë hyrë në rripin e Gazës që nga fillimi i armëpushimit. Ky është një përparim i vërtet, por është vetëm sa një pikë ujë në oqean. Megjithatë, miq, lajm i mirë. Ka fillu me ju shkue, ka një pikë ujë e ka një kafshat bukë atyre palestinezve që kanë mbet ashtu afër 2 milion të prit përgjigjen e Zotit për ndihmë dhe ndihmat e botës. Tema e santme këto është diçka interesante. Dhe ka të bëj me prapaskenat, apo si me quajt, arsyet pse evropianët qenë më të zëshmit nga të gjitha kombet e botës, më thëmë kontinentet, po flas evropianët si kombe, si popuj, qenë më të zëshëm se të gjithë popuj tjerë të botës, musliman e jo musliman. Çfarë i shtyu evropianët që të ngriten në kryengritje? Unë e kam quajtur kryengritja evropiane. Në mbështetje të palestinezve dhe për të dënuar masakrat dhe gjenocidin izraelit aty. Dëgjojeni, ju lutem. Përgjatë 2 vjetëve sa zgjati lufta e pamëshirshme në Gaza mbi popullin e pafajshëm palestinez, miliona e miliona evropian dolen në për rrugë në mbështetje të kauzës palestineze. Shifrat të cilat do t'i dëgjoni dhe faktet e përmendura, ta dini se janë të vërteta, jo manipulime, lajmesh apo hajt të them diçka. Më shumë se 45.000 ngjarje kanë ndodhur në Evropë në mbështetje të kauzës palestineze, ku janë bajt këto 45.000 ngjarje në 800 qytete evropiane të 25 shteteve të Evropës. 45.000 organizime. Evropianët pa pikë dyshimi, kësaj radhe, sidomos kësaj radhe, ishin më të zëshmit në kundërshtimin e gjenocidit. Disa nga vendet evropiane dëshmuan, treguan një mobilizim intensiv, popullor, si në mbështetje të palestinezve, si dhe të nxitjes së kombeve të tjera, e regioneve të tjera, gjeografive të tjera në botë ti bashkangjiten këtij zëri dhe ti rregullojnë radhët e tyre për ta dënuar gjenocidin e
makinerisë ushtarake të Netanyahut dhe në mbrojtje të palestinezëve. Ndër shtetet evropiane e para që është në vendin e parë për ka ngjarjet është Italia, me 7.600 ngjarje që u zhvilluan në më shumë se 186 qytete gjatë këtyre 2 viteve të fundit gjatë luftës në Gaza. Për çudinë tuaj, do ta shpjegoj këtë çudi, Gjermania është e dyta me 7.000 e tepër ngjarje në më shumë se 131 qytete e lokacione, e pas Gjermanisë vjen Spanja me 5.900 ngjarje në 134 qytete. Britania dhe Franca gjithashtu ishin në një nivel të kënaqshëm të konsiderueshëm aktivizmi. Në Holand, të respektuar, më shumë se 250.000 njerëz marrën pjesë në demonstratën e fundit, duke e bërë atë demonstrat njërin ndër demonstratat më të mëdha të mbajtura në historinë e Holandës, si dhe të vendeve tjera evropiane. Kjo lëvizje evropiane, ky presion popullor, publik evropian, detyroi në njohjen e shtetit të Palestinës nga më shumë se 10 vende të reja evropiane, 12 sosh. Ndër më të shquarat nga këto njohje ishin Britania natyrisht, Franca, atje Australia, Kanadaja, duke e quar numrin e vendeve evropiane që njohin shtetin e Palestinës nga 22 sa ishin në 27 tani. Po i kthehem pyetjes në fillim. Çfarë ndodhi dhe pse ndodhi kjo me Evropën dhe në Evropë? Dhe kush po i udhëheq këto lëvizje? Kur them ka njëherë është analizë interesante, nuk e them këto veç sa për me bo unë interesant, po është vërtet analizë interesante. Teksa i kam nxjerrë, i kam kshyrë burimet e sene që shukum të regu, po marin kose, po i verifikoj gjanat, analizat, po i lidhi me të kalumen. Para se me i hy kësoj pune, kur e kum pa një farë artikulli që flet për këto gjana, kam thënë, a është e mundën. Megjithatë, bile edhe këto, edhe tjera ka, shihet një pasqyrim me modesti të tepruar. Përdryshe faktet janë më të mëdha, e në raport me veprimet e Izraelit, henes kanë medalen edhe me pa se shka është bo në Palestinë. Çka i shtyri, cilat janë arsyet që evropianët i ngritën në kryengritje për të mbrojtë popullin palestinez? E para është e majta evropiane. Meq. Shtytësi kryesor i këtyre transformimeve është e majta evropiane. Dhe fenomeni i rreshtimit të së majtës evropiane me kauzën palestineze që i jashtë zakonshëm. Askush se ka prit. Hiq. Megjithatë, e gjithë e majta evropiane, si që mund të dini, nuk mund të grumbullohet vetëm në një, të themi e majta evropiane. As në aspektin e prirjeve të tyre të saj ideologjike, e as në entuziazmin e kësaj të majte evropiane për mbështetjen e palestinezve. E majta në Evropë, për ata që nuk e din, ndahet në 3 grupe, në 3 lloje. E para është e majta radikale, e dyta e majta e qendrës, që e përfshin të majtën sociale, edhe e treta është e majta demokratike. Andaj thash se
Kur themi e majta evropiane, kjo ka të bëjë edhe me politikat këtu të ne, kur shpjegohen nga ekspertë e analiste, nuk do të qitet fjalia e rumullakt, e pa definuar mirë, e pa sintetizuar mirë aty, sepse e majta së paku ndahet në 3 grupe, së paku, po unë 3 po i përmendi këto. Dhe këtu tani po i ceki arsyet sepse këto të majta kanë ndihmu dhe shkaqet e tjera gjenerata Z, raportet qeveri popull në Evropë, raportet Evropë-Amerike, do t'i shpjegoj me izën e Zotit. Një, e majta radikale karakterizohet nga avokimi i saj për drejtësi sociale. Lufta e saj është e njohur kundër neoliberalizmit, janë të njohur me mbështetjen e tyre për të drejtat e emigrantëve, mbështetja e tyre për të drejtat e popujve të cenuar dhe të shtypur nën pushtim nga pushtuesit e tyre, janë kundër pabarazive sociale, si dhe mbështesin dhe mbrojnë mjedisin dhe barazin sociale, si në vendet e tyre, si dhe bëjnë luft që e drejta apo barazia sociale të avancohet edhe në vendet e tjera. Kjo e majt radikale është pakic në Evropë. Me pakta është. Me gjithë që ndonjëherë merr pjesë edhe në për koalicione. Tash më janë nisë edhe më javë numru në cilin shtetë, në cilin koalicion, merë ko, po del video 1 orë, pastaj e tepër ndoshta, edhe po del prej boshtit e ju po më kritikoni pse po bëj digresione ka njëherë. E majta radikale është forca kryesore dhe lëvizjesja kryesore për mbështetjen e kauzës palestineze në Evropë dhe një kundërshtare e vendosur e qeverisë ekstremiste izraelite. B. E majta sociale. Në Evropë gjithashtu e mbështet kauzën palestineze, por është më pak e zjarrt se sa e majta radikale. Teoria e saj politike, e kësaj të majtës sociale, përqendrohet njëjtë në drejtësinë sociale, në të drejtat e njeriut, në solidaritetin me pakicat, mbrojtjen e të drejtave të cënuarve, të shtypërve, dhe avokon për një rol të madh të shtetit në ofrimin e shërbimeve bazë, si kujdesi për shëndetësor në arsim dhe të ngjashme. Kjo e majt e dytë hyn ka njëherë në koalicione, aleanca politike dhe herë e shohim se merr pjesë edhe në formimin e qeverive të koalicionit. Prandaj, qëndrimet e saj janë më të buta se e majta radikale. E majta radikale ja thot, ja e bon që ata shka po e lyp, ja nuk hin koalicion. Kjo me që hika njëherë, edhe bëhet faktori krimi qeverive, t'i arsyetoj, ndoshta detyrohen që të jenë më të butë se e majta radikale, e si e til, pra është më e butë në dënimin e Izraelit dhe ta them kështu një farfjalie, është më pak entuziaste në mbështetjen e të drejtave të popullit palestines. E treta, miq, vje e majta që quhet demokratike, e cila përpiqet të kombinoj vlerat ekonomike socialiste me demokracinë pjesëmarrëse në për qeveri. Ajo, çfarë vepron e majta demokratike në Evropë, mbështet si dy të parat drejtësinë sociale, por nëpërmes demokracisë dhe avokon për një ekonomi të përzier, duke kombinuar një farë tregu të lirë me shtetin që ofron shërbime thelbësore si të e dyta, kujdesi shëndetësor, arsimi, infrastruktura. Me thonë kështu një farë
krasimi është pa lidhje, po komunizmi që ka qenë përpara, pastaj kapitalizmi edhe ky socializmi jugoslav. Ka qenë një farë mishmashi midis komunizmit apo socializmit real, bashkimin sovjetik e atje për heke, Shqipnia se Shqipëria u konë tek dyzgin, dhe kapitalizmin. Në Jugoslavin e Titos ke pas edhe kapitalist, prona private ka egzistuar, ka pas njerëzit firma private. Por një gjatë tillë s'ke mujt me gjetë në Romani për shembull, kur është ka qenë pamundën në vendet pjuro socialiste. Që ke majta demokratike është një farë, që është një farë si shembull i thashë për me e kuptue më mirë. E majta demokratike mbështet të drejtat e njeriu, të drejtat civile dhe të drejtat e pakicave në Evropë. Megjithatë, kjo e majt zakonisht udhëheq koalicionet në formimin e qeverive. Për këtë arsye detyrohet të jetë edhe më e butë se e majta e dy që e përmenda. Dhe, natyrisht, me që është e angazhuar për krijimin e qeverisë, udhëheq qeveri vende, nuk mund të krahasohet as me radikalen e as me tjetren në mbështetje të kauzës palestineze dhe në avokimin për të drejtat e popullit palestines. Bile muj me thonë se nuk janë për Izraelin, por nuk e denojnë në mënyrë të hapur. Një arsye tjetër, një prapasken tjetër, një fuqi nga metafizika, që ndikon dhe ndikoj në kryengritjen evropiane kundër gjenocidit Izraelit mbi palestinezët është edhe angazhimi në jetën shoqërore të gjeneratës Z, që quhet. Gjenerata Z është gjenerata e lindur midis viteve 1997-2012. E moshës prej 13 deri në 28 vjeç, dhe që kjo gjenerat në Evropë ka fillu të njihet si gjenerata Z. Kjo është e angazhuar maksimalisht për mbrojtjen e kauzës palestineze. E para them të majtat, e majta evropiane. E ka detyruar qeverit, e ka ngrit popullin në këmbë, në kryengritje. Arsye e dytë është që kjo angazhimi i gjeneratës Z. Kjo gjenerat e cila u rrit me revolucionin e informacionit dhe mediat sociale përbën afërsisht 1/4 e popullsisë së shoqërive evropiane. Një peshë, dhe që kjo gjenerat mas 15 vite 20 qeverit kanë mera në durte e tyre. Problemi Izraelit veç sa ka me shkue edhe me urrit. Problemi mbi kokën e Izraelit që e kanë bo vetvetes. Bazuar në sondazhe që bëhen shpesh në Evropë, tregojnë se grup mosha midis 14 dhe 18 vjet në Evropë është më simpatizanja ndaj palestinezëve dhe mbështetja më e fortë e të drejtave të palestinezëve, ndryshe nga prindërit e tyre, gjeneratat më të vjetra. Ky fenomen i mbështetjes së të rinjve për kauzën palestineze boron nga disa arsye që do të mundohem të përmendi këto. Më e rëndësishmja miq është lehtësia e aksesit në informacion. Pe ka telefonin në dorë edhe po sheh se çka po ndodh në botë, YouTube, Facebook, rrjetet sociale të ndryshme. Pra, miq, nuk po kanë nevojë me lexue revista e gazeta e televizionet të cenzuruara nga qeverit
dhe të cilat janë në ndikimin direkt apo indirekt të qarqeve izraelite në Evropë. Nuk është në kontrollin, mund të them, ideor të mendësisë së gjeneratës që i paraprin. E ndjejnë veten të lirë, sepse po e sheh videon vllavjem, po e sheh lajmin, po i sheh imazhet, po i dëgjon audio incizimet. Andaj, kjo gjenerat, kur të vije edhe 10 vjet, 15, imazhi i Evropës ndaj pjesëve të botës unë e pres se ka me ndryshue në mënyrë radikale. Qëta të ri kanë fillu të shohin realitetin e asaj që po ndodh në Palestinë, të lirë nga çfarë do kontrolli që ju nënshtrohet. Sistemi arsimor, perëndimor, për çet brezin modern, i cili i nderon të drejtat dhe drejtësinë sociale, u ka ofruar të rinjve një shembull të qartë dhe mjaft signifikant që të angazhohen ndaj të drejtave të njerëzit dhe drejtësive sociale në për manifestime të ndryshme. Që do të thotë se edhe shteti i tanishëm që udhëhiqet nga të djathtët dhe të majtët duke e promovue tek të rinjt se si duhet të respektohen të drejtat sociale, për te asaj sa kjo gjenerat të vjetrit ja prezentojnë, ata po shohin edhe në metastas, edhe në metasken të asaj që gjenerata e tanishme që e udhëheq Evropën është duke ja servuar. Korniza intelektuale, moderne, evropiane, e cila përqendrohet shumë në të drejtat e grave dhe të fëmijëve, ka ndikuar në empati të konsiderueshme për viktimat në Gaza, veçanërisht kur dihet se mbi 12.400 fëmijë janë vrarë, dhe më shumë se kaq edhe gra nga numri total zyrtar sa thuhet 64.000, por aty është një masakër shumë më e madhe. Tu i dëgjue, pra, dhe tu promovue, tu rrit në promovimin e të drejtave të grave dhe të fëmijëve, ata po e shohin se çka është duke ndodhur në Palestinë miq, dhe po e vrejnë se duhet lëvizur nga kjo shkallë e respektimit të asaj që është edhe jashtë rollit të Evropës. Interesi në shtim e sipër i të rinjve evropian për çështje globale, jo që shpëna thojnë do na për ne për ma se evropian s'interesohen hiq, s'interesohen jo vlasët të rrip gjatë ditën të punu e ty beski vak me këshur as televizorin asene, por jo, lëvizjet e të rinjve në Evropë, interesimi i tyre për çështje globale është në rritje e sipër, shumbil, edhe këtë e them me bindjen më të madhe. Që ta të ri evropian të u interesu për çështje globale, po e ndjejnë thellë çështjen humanitare që është duke u privu dhe duke u ndalu për t'i ndihmuar palestinezët. Dhe në të ardhmen pikërisht që kjo gjenerat, mos ta përsëriti për të tretën herë, e ka me marrë Evropën dorë dhe syri i tyre, edhe në kuptim të humanizmit, të humanitetit, të aktiviteteve humanitare, ka me qenë shumë ma shumë signifikant. Në videon e santit, unë e fola se bota ka hi me një farë binar pak them për ndryshim rënjësor. Bota ka ndryshu shumë faktorë jenë po, rjetet sociale, informime, ata të cilët i kanë kriju qëto rjetet sociale, i kanë arsyet e veta, shpionazhe, ajo tjetra përfitimet, por mos për ju kthehen bumerang, por tash po përdoren në rrjetet sociale për të pa se çka është duke vepru Izraeli mbi popullin e pafajshëm të Gazës, miq, që ta tri kanë me qenë.
Rritja, një arsye tjetër, e migrimit arab dhe musliman në Evropë, sidomos pas pranverës arabe, të klasa e mesme evropiane në një mas, jo krejt, as nga arabët, as nga këta, në një mas të madhe e ka shtu një dozë, edhe nëse jo respekti, një dozë të njohjes reale se arabët nuk qenë kanë e gërsina, si që e kam shpjeguar në videon e ndërhyrjes së parë amerikane në lindjet e mesme shekullit 19, ku është përhap studime, libra, se janë terra atje e pellë, mafioziteti e kontrabande, janë njerëz të egër, e na si kombi i dritës po e çojmë dritën. Tash është ndryshe puna. Arabët kur vinë këto e shohin evropian se ka problematik prej tyne, po nuk qenë kanë bash, qysh qenë ka servue informacioni tek shtresa e mesme evropiane. Kjo ka ndikuar natyrisht që të rinjt evropian, gjenerata e mesme, shtresat e mesme të kenë një ndjeshmëri më të madhe për çështjet e lindjes së mesme dhe në rastin konkret për çështjen palestineze. Tjetra, miq, derisa ekziston një përputhshmëri e madhe midis mbështetjes zyrtare dhe popullore për kauzën palestineze, vetëm në disa vende, në Spanjë të zëm, në shumë vende të tjera, kjo përputhshmëri, përputhje, nuk është as e konsiderueshme, bile është kontrare, kontradiktore. Ndryshe menojnë masat e gjera popullore, ndryshe menojnë dhe veprojnë dhe vendosin qeverit e tyre. Kjo e ka nxit elitën humaniste evropiane, ti quaj kështu, për t'i bo gjithë ato 10.045.000 ngjarje të bime në 800 e sa shtete, në qytete në 25 shtete të Evropës. Kontradikta midis qeverisë dhe popullatës, nëse në Spanjë qeveria dhe populli spanjoll flasin me një gjuhë në raport me Gazën, palestinezët, dhe në raport me dënimin e gjenocidit izraelit, kjo nuk ndodh në Gjermani dhe Holand. Megjithëse Gjermania veni i dytë me ngjarje, Gjermania nuk që në gjendje që ta njoh Palestinën as në shkurt e as tani së fundmi, kur Franca, Britania dhe ato disa vev Kanadaja, Australia e njohtën Palestinën. Italia, miq, si qeveri, Gjermania dhe Holanda janë 3 vendet ku demonstratat në mbështetje të kauzës palestineze kanë qenë shumë të fuqishme, por që si shtete, si qeveri nuk e njohin. Dhe kjo natyrisht në mënyrë instinktive, tërthorazi, e prek masën e gjerë popullore. Shqiqon në për edhe teknik të edhe, sa ma shumë që ka disproporcion, kontraritet, midis asaj që e bën qeveria dhe populli, aq ma shumë populli nxitet drejt veprimeve të cilat bien ndesh, nuk pëlqehen nga ana e qeverisë dhe vice versa e tjera. Pse, ta shtroj pyetjen tjetër, kontradikta midis qeverive zyrtare dhe popullit në disa vende evropiane? Kjo lidhet me arsye të shumta, miq. Sa i përket 5 vendeve evropiane që njohin shtetin e Gjermanisë, në mesin e këtyre 5 vendeve, edhe shtresat akademike kanë fillu me mbështet.
intelektualizma në këto vende. Mirë po, kur është fjala për Gjermanin, Holandën dhe Italin, ka arsye të tjera. Ka dhe dohet të jemi objektiv. Gjermania, miq, një vend i rëndësishëm i Evropës, ende e ndjen fajin e asaj që ka ndodhur me hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Dhe Gjermania, populli gjerman, pas luftës së dytë botërore ka pagu shtrajt. Edhe me dislokimin e forcave amerikane aty, edhe me kontrollimin e çdo gjaje, edhe me pagesat që janë bo. Nuk i di shifrat, po janë në dhjetra, ndoshta në qindra miliarda dollar që i ka pague Izraelit. E ka pranu Gjermania, kombi Gjerman, politika gjermane e ka pranu bile ky Merz para do dite me një sinagog dikon Gjermani, kur ja nisi me fol me një farë tubimje, se di që ka një farë bajrami, një farë feste e hebrejve, ja nisi me kajt një fillimisht. Po ndjena kështu, po në vjetë gjuna, shka kemi bo, shka kam bo të parte tane kështu. Për tej stilit të një kancelari Gjerman, me gjithate e bo një erifi, e ndje unë shpirta aktroj nuk e dije, kështu. Paragjykimi për çështjen palestineze dhe ndjenja e fajësisë ndaj asaj që ka ndodhur në Holokaust, Gjermanin e mban si që është kështu. Edhe si qeveri, edhe kur kënë në Ankara tash, Merz, shumë hapër e kundërshtoj këtë Erdoganin. E tregoj qëndrimi i Gjermanisë në raport me Izraelin është i pakontestueshëm, i pakusht. E kemi mbështet dhe do ta mbështesim, unë ju betohem e prita fundin e fjalisë. Tha, do ta mbështesim përjetësisht. Dhe këto kur e thet një kancelar gjerman, ai mund ndryshohet nesër, por tregon një thellësi të problemit, një thellësi të fajësisë. Tjetra miq, paragjykimi i hapur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Izraelit. Afrimi enorm mes dy shteteve e ka bërë Amerikën si përdoruesi më i shpesht i vetos në mbrojtje të Izraelit. Dhe ka ushtru të drejtën e vetos 114 herë. Meq, 114 herë Amerika e ka përdor veton për ta mbrojt Izraelin. 80 herë për ta parandalu dënimin ndaj Izraelit, edhe 34 herë kundër rezolutave që kanë mbështetur të drejtën e popullit palestines. Është Amerika shëbaja i vetmi antar i përhershëm në Këshillin e Sigurimit që nuk e njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës. Sepse shkalla e interesave ekonomike, ushtarake dhe të sigurisë midis Izraelit dhe shëbave janë shumë të larta. Në të njëjtën kohë, miq, nxitja e evropianëve në favor të kauzës palestineze, pikërisht që këja ka vrashëm dhe që këja ka nxiten, sepse edhe bashkimi evropian e ardhmja, e tanishmja, sidomos ekonomike, sociale, politike, qëndrueshmërie varet shumë nga raportet e saj me Amerikën. Dhe popullit të ri, gjenerata Z, që ta majtistat e grupet majtistet të tjerët, e shohin dhe ndjehen keq sepse Evropa meron këtë drejgje, që mos me mujt me guxue me lëviz kërka hiq prej Amerikës. Amerika me ja imponue edhe politikën e brendshme, edhe arsimit, edhe të kulturës, edhe civilizimit, edhe qëndrimet diplomatike të vendeve amerikane. Ja ka futën Netflixin, e Hollywoodin në çdo shtëpi, në çdo dhomë, në çdo kafeteri, në çdo hotel. Do më thënë, e ka kap në dorë, që e ka kap krejt botën, civilizimi perëndimor, që edhe këto janë pjesët evropiane, janë,
po dirigjivat janë prej Amerikës. Ajo që ka ndodhë miq në Gaza, kjo luftë gjenocidale, unë mendoj se s'mendoj heq, po e thom shumë qartë, se e ka ndryshue botën shumë ma shumë, edhe ka me ndryshue se sa ngjarja e Ukrainës. Lufta e Ukrainës, të cilën e shpjegova në videon e parë sot. Dhe që kjo Gaza, që kjo ngjarje në Gaza ka me ndikue të gjeneratat e reja nëpërmes mediave, rrjeteve sociale, imazheve dhe të tjera, për ta formosue atë mendësi e cila ka me shpor në kantën e mbetorinave gjithë atë që është arrit deri më tani. Prandaj miq, luftën në Ukrainë mos e këshirni vetëm luftë për territor. Mos e këshirni vetëm luftë për egzagerimin për shtrirjen e NATO-s. Jo, është një luftë midis dy bloqeve të mëdha të botës së krishterë. Ortodokse e knej anglo-saksone, sidomos protestante, në Gjermani protestantët janë bajage të zëshëm, sepse Martin Luteri është prej tyne, dhe në të njëjtën kohë miq, që kjo luftë në Gaza të e formosue qatë mendesin e re, e cila pas pak viteve ka me marrën botën dorë, ka me i dhanë vullën përfundimtare për të mbyllur në 2 maklap dhe futur në një raft në bibliotekat e pluhrosura gjithë ajo që është nis, zhvillu, bë dhe si ka përfundu përgjatë shekullit 20. Për fund të fundit, lufta në Gaza është shiriti, është mesi, është skalperi i cili e ka nda historinë të para 7 tetorit 2023 nga ajo që vije pas shtatorit të 2023. Dhe po e përdori edhe njëherë një term. Ma nuk e përdori. Se historia në të ardhmen, tash bishkan me nis me u pa senet, historia në të ardhmen jam i sigurt dhe më besoni se kam me gjithë terminologji të reja për ta përshkruar gjithë atë që ka ndodhur në Gaza, mbi popullin heroik dhe të pafajshëm palestines. Natën e mirë.